Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Herën që kaloi vëllezër të nderuar, kemi shpjeguar një pjesë për fjalën e autorit Allahu mëshiroft, ku ka thënë Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshëm, mëshirëplot, di Allahu të mëshiroft se ne kemi obligim të mësojmë 4 çështje. Kemi folur për fjalën e autorit Allahu mëshiroft, dije, dhe fjalës Allahu të mëshiroft. Sa i përket fjalës dije, kemi folur se fjala dije është e kundërta e fjalës ignorancë. Dhe prandaj, për fjalës autorit Allahu mëshiroft, përjashtohet ignoranca me 2 llojet e saj. Këto 2 ignoranca thamë se janë ignoranca e thjesht, el-jahl el-basit, ignoranca e thjesht, wal-jahl el-murakkab, ignoranca e përbërë, dhe ignoranca e përbërë. Për secilën nga këto është treguar për kufizimi me shembuj sqarues. Dhe gjithashtu është treguar shkaku pse është quajtur ignorancë e përbërë. Pra, për fjalës e autorit Allahu mëshiroft dije, përjashtohet ignoranca me 2 llojet e saj, ignoranca e thjesht dhe ignoranca e përbërë. Sikur në fjalin autorit në mënyrën urdhërore dije, Allahu të mëshiroft, dije, është nënkuptuar fjalia mos i në ignorancë për këto 4 çështje. Pse? Sepse urdhri për diçka është ndalesë nga të gjitha të kundërtat e saj. Kur dikush të thotë, ulu në shtëpi, atëherë ty të është ndaluar ulje në treg, në hamam, në rrugë, në det dhe në çdo vend tjetër ku qëndrimi aty bie në kundërshtim me qëndrimin në shtëpi. Po ashtu në fjalën e autorit Allahu mëshiroft, në mënyrën urdhërore pohore, dije, nënkuptohet ndalesë nga të gjitha të kundërtat e dijes, prej të cilave është ignoranca me 2 llojet e saj. Por jo vetëm kaq. Për fjalës së autorit Allahu mëshiroft dije, përjashtohen edhe hamendja, dyshimi dhe iluzioni. Prandaj dhe në mësimin e kaluar u shpjeguan shkallat e konceptimit. Dobia në njohjen e këtyre shkallave të konceptimit është se kur autori të urdhon e të thotë dije, atëherë ai njëkohësisht të ka ndaluar nga të gjitha të kundërtat e fjalës dije, prej të cilave është hamendja, dyshimi, iluzioni dhe ignoranca me 2 llojet e saj. Pra, në fjalinë e autorit Allahu mëshiroft, dije Allahu të mëshiroft se ne kemi obligim të mësojmë 4 çështje, për kësaj mënyre urdhërore pohuese, nënkuptohen fjalit urdhërore mohuese. Pra, ndalesat nga të gjitha të kundërtat e fjalës dije. Sikur autori po thot, mos i në ignorancë në lidhje me këto 4 çështje, mos i në hamendësim në lidhje me këto 4 çështje, mos i në dyshim në lidhje me këto 4 çështje, mos i në iluzion në lidhje me këto 4 çështje. Të gjitha këto nënkuptohen nga fjala e autorit Allahu mëshiroft në mënyrën urdhërore pohuese dije. Nga se urdhri për diçka, sikur se tham, urdhri për diçka është ndalesë nga të gjitha të kundërtat e saj. Gjithashtu, në mësimin e kaluar u shpjegua se çfarë është dituria dhe cilët janë shkallët e diturisë. Dhe tham se dituria është konceptimi i diçkaje, ashtu siç është në realitet, me një konceptim të sigurt që nuk ka mundësi të jetë ndryshe. Tham se dituria është konceptimi i diçkaje, ashtu siç është në realitet, me një konceptim të sigurt që nuk ka mundësi të jetë ndryshe. Prandaj, kur autori Allahu mëshiroft thotë dije, kjo do të thotë se ajo që përmendet në këtë libër është obligim dhe duhet besuar me bindje të prerë, pa hyrë asnjë mundësi e kundërt nga ç'është në realitet. Gjithashtu, kemi folur për shkallat e diturisë, dhe thamë se ato janë 3. E para është ilmul yaqin, dituria e sigurt. E dyta është ainul yaqin, syri i sigurt. E treta është haqqul yaqin, e vërteta e sigurt. Për secilën nga këto kemi folur bollshëm në mësimin e kaluar, duke treguar për kufizim, argumente dhe shembuj konkret nga Kurani.
në mënyrë që këto 3 shkallat e diturisë të jenë sa më të qarta për muslimanin. Më pas, dolëm në arsyeën se pse autori, Allahu mëshiroft, ka ardhur me këtë mënyrë urdhërore në shprehjen e tij me fjalën dije. Pse ka thënë dija Allahu të mëshiroft? Arsyeja, o vëllezër musliman, është për të tërhequr vëmendjen e lexuesit për atë që do të thuhet më pas. Sepse çështjet që do të përmenden më pas janë shumë të mëdha dhe të rëndësishme. Andaj, në të tilla situata, në të tilla raste, kihet nevojë për përdorjen e shprehjeve që zgjojnë mendjet dhe tërheqin vëmendjet. Fjala dije o vëllezër përdoret për të tërhequr vëmendjen dhe për ta nxitur dëgjuesin që të dëgjojë me kujdes atë që do të thuhet. Ajo është një urdhër, pra dije është urdhër për të fituar dije dhe për të përgatitur për njohuritë që do të përcillet lexuesit më pas. Për këtë arsye, folësi kur flet para njerëzve, duhet përdor her pas here shprehje që ua tërheqin vëmendjen dhe i mbajnë të përqendruar. Dëgjuesi nga natyra e tij ka nevojë për diçka që t'ia zgjojë mendjen, dhe t'ia tërheqë vëmendjen. Prandaj edhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam përdorte her pas here pyetje dhe forma të ndryshme të shprehjeve me sahabët radhiyallahu anhum. Si për shembull fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku ka thënë: "Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir?" A ty tregoj për mëkatet më të mëdha? Po ashtu fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Atadruna madha qala rabbukum?" A dini çfarë ka thënë Zoti juaj? Gjithashtu fjala e profetit sallallahu alaihi wasallam ku ka thënë: "Atadruna mal ghiba?" A dini çfarë është gibeti? A dini çfarë është përgojimi? Qëllimi i kësaj ishte që dëgjuesit të përgatiteshin për të dëgjuar atë që do të thuhet më pas. Atë që do të thuhej më pas. Po ashtu dhe fjala e autorit Allahu mëshiroft, në fjalën e tij dije është përdorur për të tërhequr vëmendjen që lexuesi të përgatitet për atë që do të lexojë më pas. Më pas dolëm në shpjegimin e fjalës së autorit Allahu mëshiroft, ku thot dije Allahu të mëshiroft. Tham se fjala Allahu të mëshiroft është lutje që autori bën për lexuesin, që Allahu i lartësuar nga çdo mëdhet ta mëshirojë lexuesin. Kjo shprehje në vetvete përmban gjithashtu kuptimin që Allahu i lartësuar t'ia mësojë lexuesit çështjet e përmendura në këtë libër. Nga se prej mëshirës së Allahut është mësimi i Kur'anit, e kurse çështjet e përmendura në këtë libër janë përfituar nga Kur'ani i Madhënishëm. Gjithashtu, tham se kjo është metodologjia e profetëve në thirrjen për tek Allahu i Madhënishëm. Dhe për këtë kemi cituar disa ajete ku tregohet dhe mshuria e profetëve ndaj popullit të tyre, duke u thënë: "Inni akhafu aleikum adhab yawmin adhim." Unë me të vërtetë kam frikë për ju nga dënimi i një dite të madhe. Dhe kjo tham se tregon për mshurinë e thirrësit ndaj të thirrurit. Po ashtu, edhe autori në shprehjen e tij Allahu të mëshiroft. Po ashtu edhe autori në shprehjen që ka thënë rahimakallah, Allahu të mëshiroft, kjo të bën të ndjesh se ai është i dhëmshur dhe i mëshirshëm ndaj teje, sepse po lutet që Allahu të mëshirojë. Gjithashtu vëllezër, tham se kjo duhet të jetë lidhje ndërmjet nxënësit dhe mësuesit, në lidhje mëshire reciproke. Prandaj, hadithin e parë që dietarët i transmetonin nxënësve të tyre ishte hadithi ku profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama." Të mëshirshmit i mëshiron i gjithë mëshirshmi. Mëshiron ata që janë në tokë, që t'ju mëshiroj ai që është në qiell. Më pas sqaruam se çfarë do thot fjala rahimakallah, Allahu të mëshiroft. Për këtë situam fjalën e Sheikh Sulejman Ruhailit, Allahu ruajt, se kur lutja për mëshirën përmendet e vetme, pa u shoqëruar me faljen, pa thënë Allahu të mëshiroft dhe të falt, ajo ka kuptimin e kërkimit të faljes. Prandaj kur thua Allahu të mëshiroft, është sikur po thua Allahu të falt, ose i kërkoj Allahut falje për ty. Ndërsa kur mëshira përmendet bashkë me faljen, si në shprehjen për shembull Allahu të mëshiroft dhe të falt, atëherë
falja ka të bëjë me gjunat e kaluara, domethënë Allahu t'i fal gjunat që kanë kaluar më parë, ndërsa mëshira ka të bëjë me udhëzimin drejt të mirës dhe ruajtjen nga gjunat në të ardhmen. Pra, kur fjala mëshirë përmendet e vetme, ajo nuk kupton kërkimin e faljes. Këtu autori Allahu mëshiroft ka thënë, rahimakallah, Allahu të mëshiroft. Kështu që kuptimi i Allahu të mëshiroft është Allahu t'i fal gjunat e kaluara. Autori Allahu mëshiroft është lutur që Allahu t'ia fal gjunat e kaluara lexuesit, nga se kur Allahu t'i fal gjunat, atëherë kjo të bën ty më të denj për të dhënë dituria apo për të dhënë drita e diturisë. Kjo ishte përmbledhja e asaj që kam dhënë në mësimin e kaluar. Kurse sot inshallah do të flasim për pjesën tjetër të fjalës së autorit Allahu mëshiroft, ku ka thënë: "I'lam rahimakallah annahu yajibu aleyna ta'allumu arba'i masail." Di Allahu të mëshiroft se ne kemi obligim të mësojmë 4 çështje. Fjala e autorit Allahu mëshiroft, di Allahu të mëshiroft se ne kemi obligim. Kjo vëllezër, kjo fjali është formuluar në mënyrën urdhërore. Dije. E kurse mënyra urdhërore në origjinë tregon se është obligim. Këtë obligueshmëri e tregon vetë autori Allahu mëshiroft, ku thotë dije Allahu të mëshiroft se ne kemi obligim. Pra kjo dije për të cilën ky imam, ky dietar i nderuar, të shprehur në mënyrën urdhërore që ta mësosh, është nga obligimet e fesë islame. Kjo dije për të cilën ky imam të shprehur në mënyrën urdhërore që ta mësosh, është nga obligimet e fesë islame. Mirë, po këtu lind një pyetje. Çfarë do të thotë obligim? Çfarë do të thotë obligim? Përpara se t'ju sjell apo përpara se t'ju përcjell fjalën e Sheikh Saleh Al-Fuzan, Allahu ruajt, se çfarë do të thotë obligim, duhet të dimë se dietarët në mënyrën e përkufizimit të fjalës obligim kanë ndjekur dy metoda. E para është përkufizimi nëpërmjet realitetit dhe thelbit të obligimit. E dyta është përkufizimi nëpërmjet rezultatit, gjykimit dhe pasojës së obligimit. Përkufizimi i parë, thonë shumë prej dietarëve, është më i saktë. Pse? Sepse gjykimi mbi një gjë varet nga kuptimi i saj paraprak. Për këtë arsye, Ibn Aqil, që është nga dietarët e mëdhenj të mëdhëbit Hanbali, ka thënë se përkufizimi i një gjë përmes rezultatit të saj nuk pranohet nga dietarët verifikues, muhaqqiqunët. Këtë mendim e ka përqyer gjithashtu edhe El-Futuhi, i cili është prej dietarëve të mëdhenj të usul al-fiqh. Sipas përkufizimit të parë, pra përkufizimi nëpërmjet realitetit dhe thelbit të obligimit, çfarë është obligimi? Është ma talaba ash-shari'u fi'luhu talaban jaziman. Është ajo të cilën ligjvënësi, pra Allahu dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam, është ajo të cilën ligjvënësi, Allahu dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam e ka kërkuar të kryhet me kërkesë të prerë. Si për shembull namazi, zakati, sjellja e mirë ndaj prindërve, sinqeriteti e tjerë prej obligimeve. Çfarë është obligimi? Është ajo të cilën ligjvënësi, Allahu dhe dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam e ka kërkuar të kryhet me kërkesë të prerë. Vëni re këtu dy kushtet që janë përmendur në këtë përkufizim. Kushti i parë është se Allahu dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam e ka kërkuar të kryhet. Kushti i dytë është se kjo kërkesë është me kërkesë të prerë. Me kushtin e parë, pra me fjalën se e ka kërkuar të kryhet, me këtë fjalë përjashtohen harami, mekruhi dhe mubahu. Pse? Nga se këto nuk janë kërkuar nga shariati që të kryhen. Atë ka kërkuar Allahu dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam të kryhet ajo që është ndaluar, e urryer dhe e lejuar? Jo. Nuk të ka kërkuar të kryhet, por të ka kërkuar që ato të braktisen. Me kushtin e dytë, e cila është fjala me kërkesë të prerë, pra tham
Se obligimi është ajo të cilin ligjvënësi e ka kërkuar të kryet me kërkesë të prerë. Ky kusht me kërkesë të prerë përjashtohet me ndubi, apo thon ndryshe mustahabbi. Thon shqip e pëlqyera. Sepse e pëlqyera, pavarësisht se është një vepër e kërkuar që të kryhet, mirë po kjo kërkesë nuk është me një kërkesë të prerë. Kjo kërkesë nuk është me një kërkesë të prerë. Thon dietarët, bil mithal tattadih al-maqal. Nëpërmjet shembullit kuptohen fjalët. Shembulli i qartë dhe praktik për këtë është ajo që ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam: "Sallu qabla salati al-maghribi, sallu qabla salati al-maghribi, sallu qabla salati al-maghribi liman sha'a." Faluni përpara namazit të akşamit, faluni përpara namazit të akşamit, faluni përpara namazit të akşamit, dhe në fund thot profeti sallallahu alaihi wasallam liman sha'a, pra atë që dëshiron. Në këtë hadith profeti sallallahu alaihi wasallam ka kërkuar që të falemi përpara namazit të akşamit. Mirë po jo me një kërkesë të prerë. Nga se në fund të këtij hadithi, çfarë thot profeti sallallahu alaihi wasallam? Liman sha'a, pra atë që dëshiron. E kurse personi obliguar nuk ka të drejtë të zgjellë. Sikur se ka thënë Allahu i Lartësuar: "Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Nuk i takon asnjë besimtare apo besimtarje që kur Allahu dhe dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam vendosin apo urdhërojnë për një çështje, dhe ata të kenë të drejtë të zgjedhin. Të kenë të drejtë të zgjedhin. Prandaj dhe më pas thuhet: "Wa may ya'si Allaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina." E kush e kundërshton Allahun dhe dërguarin e tij, ai ka humbur me humbje të qartë. Ky ishte përkufizimi që dietarët i japin fjalës obligim nëpërmjet realitetit dhe thelbit të tij. Çfarë është obligimi nëpërmjet përkufizimit të realitetit dhe thelbit të tij? Obligimi është ma talaba ash-shari'u fi'luhu talaban jaziman. Është ajo të cilin ligjvënësi. Kush është ligjvënësi? Pra Allahu dhe dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam. Është ajo që ligjvënësi e ka kërkuar të kryhet me kërkesë të prerë. Sa i përket përkufizimit nëpërmjet sqarimit të rezultatit, gjykimit dhe pasojës së obligimit, obligimi është ma yuthabu fa'iluhu imtithalan wa yastahiqu al-iqab tarikuhu. Është ajo e cila nëse personi vepron në bindje ndaj Allahut, shpërblehet, por nëse nuk e vepron, meriton të ndëshkohet. Fjala në bindje ndaj Allahut thuhet për shkak se kushti i shpërblimit është njëti, që vepra obliguar të jetë në bindje ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe se fjala meriton të ndëshkohet thuhet për shkak se mundet që personi të mos e kryejë një obligim dhe të mos ndëshkohet, për shkak se është mëshiruar nga Allahu subhanahu wa ta'ala, sepse ai është nën mëshirën e Allahut. Nëse don, Allah e fal, nëse don e ndëshkon. Pra, në këtë përkufizim kemi të bëjmë me sqarimin e rezultatit të obligimit. Kemi të bëjmë me sqarimin e rezultatit të obligimit, me pasojën e obligimit dhe jo me vetë obligimin si vetë obligim që është në thelb. Nga se në këtë përkufizim përshkruhet obligimi nëpërmjet pasojës, gjykimit dhe rezultatit, e cila në këtë përkufizim është shpërblimi dhe ndëshkimi. Pasoja e obligimit tuk, cila është shpërblimi dhe ndëshkimi. Nëse njeriu e kryen obligimin në bindjen ndaj Allahut, shpërblehet. Pra kemi të bëjmë me pasojë, me shpërblimin. Nëse nuk e kryen obligimin, me të ndëshkohet. Pra kemi të bëjmë gjithashtu me pasojë, me ndëshkim, dhe jo me vetë realitetin dhe thelbin e obligimit. Duke qenë se kjo është më thjesht për të kuptuar nga njerëzit në përgjithësi si përkufizim, prandaj e gjen më shumë të përhapur tek njerëzit si përkufizim të obligimit. Mirë po, sikurse ju thash më parë, përkufizimi më i saktë është përkufizimi i parë që ju përmenda, e cila është përkufizimi sipas realitetit dhe thelbit të obligimit. Për shkak se përkufizimi i dytë që ju përmenda është më i thjeshtë për të kuptuar nga masa e gjerë e njerëzve, dhe duke qenë se ky libër është libër që lexohet nga çdo kush, përfshirë në të njerëz për masës së gjerë të njerëzve që ka nevojë për thjeshtësim të fjalëve, prandaj shumë dietar e kanë shpjeguar fjalën e autorit Allahu mëshiroft, i'lam rahimakallah annahu yajibu aleyna, di Allahu të mëshiroft se ne kemi obligim, e kanë shpjeguar
fjalën obligim duke dhënë për kufizimin nëpërmjet pasojës, gjykimit dhe rezultatet të obligimit. Prandaj edhe Sheikh Salih Al-Fawzan Allahu ruhet në shpjegimin e kësaj fjale të autorit thotë: "Qawluhu yajibu al-wajibu huwa ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu." Fjala e tij, pra e autorit të librit, se ne e kemi obligim, thotë shehu, al-wajib huwa ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Obligimi është ajo vepër për të cilën shpërblet ai që e kryen dhe dënohet ai që e lë. Ndërsa mustahabi e pëlqyera, mustahabi apo mendubi është ajo për të cilën shpërblet ai që e kryen, por nuk dëshkohet ai që e lë. E pëlqyeshmja, mustahabi apo mendubi thon ndryshe, është ajo për të cilën shpërblet ai që e kryen, por nuk dëshkohet ai që e lë. Ndërsa e lejuara thotë shehu mubahu është ajo për të cilin nuk ka shpërblim në kryen e saj dhe as ndërim në lënien e saj. Nuk ka shpërblim në kryen e saj dhe as dënim në lënien e saj. Pra fjala e tij se ne e kemi obligim thotë shehu, do të thotë se kjo çështje nuk është as nga veprat e pëlqyera e as nga ato të lejuara, por është një obligim individual. Është farz ain për çdo person. Thotë shehu, fa idha tarakna ta'allum hadhihi al-masail, nëse e lëm mësimin e këtyre çështjeve, atëherë fa inna na'tham, thotë shehu, atëherë marrim gjuna. Pse? Li'anna hadha sha'nu al-wajib, sepse ky është obligimi. Ky është obligimi. لم يقل يستحب لنا أو يستحسن لنا بل قال يجب علينا وجوبا. Ai, pra autori Allah më shëroft, nuk tha është e pëlqyeshme për ne ose na rekomandohet, por tha se ne e kemi obligim, pra detyrë të prerë. Wal ujubu ma'nahu al-hatm, faman tarakahu ya'tham, thotë shehu. Obligimi është detyrim i prerë. Kush e lë atë bie në mëkat. Kush e lë atë bie në mëkat. Mbaron këtu fjala e Sheikh Salih Al-Fawzan. Pra shehu Sheikh Salih Al-Fawzan Allah ruhet e shpjegoi fjalën e autorit se ne e kemi obligim me përkufizimin nëpërmjet rezultatit, gjykimit dhe pasojës. Për shkak se ky përkufizim është më i thjeshtë për të kuptuar. Megjithse përkufizimi më preciz sipas dietarëve të usulul fiqh, sikurse ju thash më parë, është përkufizimi i parë që përmendëm. Përkufizimi nëpërmjet realitetit dhe thelbit të obligimit. Sheikh Salih Al-Fawzan Allah ruhet tha në këtë shpjegim që ju përcolla, فقوله يجب يعني أن هذا الأمر ليس من المستحب ولا من المباح بل هو من الواجب العيني. Fjala e autorit Allah më shof se ne e kemi obligim, thotë shehu, do të thotë se kjo çështje nuk është as nga veprat e pëlqyera dhe as nga ato që janë mubah, janë të lejuara, por është një obligim individual, është farz ain pra për çdo person. Mbaron këtu fjala e shehut, Sheikh Salih Al-Fawzanit. Këtu na lin një pyetje. Nga fjala e shehut na lin një pyetje. Çfarë do të thotë farz ain apo obligim individual? Çfarë do të thotë farz ain? Obligimi o vëllezër ka disa ndarje. Në varësi të këndvështrimit të ndarjes. Ajo që na intereson këtu është ndarja e obligimit duke marrë parasysh vepruesin. Dietarët Allahu më shëroft thonë se obligimi duke marrë parasysh vepruesin ndahet në dy lloje. Farz ain, obligim individual dhe obligim kolektiv, thënë ndryshe farz kifaj. E para është obligimi individual, thënë ndryshe farz ain. E dyta është obligimi kolektiv, thënë ndryshe në arabisht fard kifaj. Çfarë është obligimi individual? Çfarë është farzi ain? Dietarët thonë se obligimi individual është ajo vepër të cilin Allahu dhe dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam e ka kërkuar realizimin e saj individualisht nga çdo person përgjegjës. Pra nga çdo person me logjik që ka hyrë në moshën e pubertetit. Për shembull, 5 namazet ditore. Allahu i lartësuar i ka obliguar 5 namazet farz ditore, që t'i falë çdo person me logjik që ka hyrë në moshën e pubertetit. Okej. E morëm vesh se çfarë është obligimi individual. Po obligimi kolektiv, çfarë është? Dietarët thonë se obligimi kolektiv është ajo vepër
për të cilën Allahu dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam ka kërkuar realizimin e saj pa përcaktuar se kush duhet ta kryej. Pra, me rëndësi është të kryet e të realizohet ajo vepër, e cila është cilësuar si obligim kolektiv, dhe jo se kush duhet ta kryej atë. Shembull për këtë është namazi i xhenazës. Shembull për këtë është namazi i xhenazës. Namazi i xhenazës është farz kifaje. Me rëndësi është të kryet e të realizohet namazi i xhenazës, dhe jo se kush specifikisht duhet ta falë namazin e xhenazës. Mund ta falë filani, mund ta falë fiseku. Me rëndësi është realizimi i këtij obligimi kolektiv, pa përcaktuar specifikisht se kush. Shembull tjetër është varrosja e të vdekurit. Me rëndësi është të kryet e të realizohet varrosja e të vdekurit, dhe jo se kush specifikisht duhet ta varros atë. Thënë ndryshe o vëllezër, obligimi kolektiv është ai obligim i cili nëse kryet nga një pjesë e mjaftueshme e umetit, si për shembull nëse disa veta ja falin një muslimani xhenazën, atëherë përgjegjësia dhe mëkati, gjunahi, bie nga të tjerët. Por nëse kjo, që është obligim kolektiv, nuk kryet nga një pjesë e mjaftueshme e këtij umeti, atëherë të gjithë marrin gjuna. Okej. Pasi kuptuam dy llojet e obligimit. Obligimit individual dhe obligimi kolektiv. Atëherë dalim tek ajo se këtu autori Allahu më shëroft thot ennehu yajibu alejna ta'allumu arba'i masail. Se ne kemi obligim të mësojmë 4 çështje. Pra këtu kemi të bëjmë me një obligim që ka lidhje me mësimin e diturisë. E kurse mësimi i diturisë mund të jetë obligim individual, por mund të jetë edhe obligim kolektiv, në varësi të diturisë për cilën po mëson. Çfarë obligimi kiet për qëllim në këtë fjalë të autorit? Sheikh Saleh Al-Fawzan Allahu ruajt, tha në këtë shpjegim që ju përcolla se qawluhu yajibu, fjala e autorit se ne e kemi obligim, yani anna hadha al-amr laysa min al-mustahab wala min al-mubah. Do të thotë se kjo çështje nuk është as nga veprat e pëlqyera, pra nga veprat që nëse kryen shpërblesh dhe nëse nuk e kryen nuk do shkosh, dhe as nga ato të lejuara. Bel huwa min al-wajib al-aini. Por thot shehu, është një obligim individual, është farz ain për çdo person. Pra Sheikh Saleh Al-Fawzani Allahu ruajt, sqaron se kjo dituri që ne kemi obligim të mësojmë është obligim individual, është farz ain. Çfarë është obligimi individual? Është ajo vepër të cilën Allahu dhe dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam e ka kërkuar realizimin e saj individualisht nga çdo person përgjegjës. Pra nga çdo person me logjik që ka hyrë në moshën e pubertetit. Pse ka thënë shehu se mësimi këtyre 4 çështjeve është obligimi individual? Shehu Allahu ruajt e ka bërë të qartë dhe e ka përcaktuar se mësimi këtyre 4 çështjeve është obligim individual, nga se ka prej diturisë o vëllezër që është obligim individual dhe ka prej diturisë që është obligim kolektiv. Argumenti në përgjithësi se ka prej diturisë që është farz ain dhe ka që është farz kifaj, është hadithi që transmeton Ibn Majah dhe ka saktuar Sheikh Albani nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kërkimi i dijes është farz, është obligim për çdo musliman. Sikur dituria o vëllezër të ishte e gjitha farz ain, e gjitha obligim individual për çdo person, atëherë do të kishte vështirësi të mëdha në këtë fe. Por prej mëshirës së Allahut është se në këtë fe nuk ka vështirësi. Sikur se ka thënë Allahu i lartësuar, "Wa ma ja'ala 'alaykum fi ad-din min haraj." Nuk ka bërë në fen tuaj ndonjë vështirësi. Allahu subhanahu wa taala nuk ka bërë në fe ndonjë vështirësi. Pra vëllezër të nderuar, ka prej diturisë që është obligim individual për çdo person, por dhe ka që është obligim kolektiv, që nëse e kryen një pjesë e umetit, nëse e kryen një pjesë e mjaftueshme e këtij umeti, bie obligueshmëria nga pjesa tjetër e tij. Argumenti për faktin se ka prej diturisë që është farz ain
është fjala e Allahut lartësuar ku thot: "Fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat." Dije, thot Allahu subhanahu wa taala, dije se nuk ka të adhuruar tjetër me drejt përveç Allahut, dhe kërko falje për mëkatin tënd dhe për besimtarët e besimtarët. Ajo çka dihet është se dituria për shahadetin është obligim individual për çdo person që ta mësojë. Nga se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith me zgjidhje të saktë: "Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah." Jam urdhëruar që t'i luftoj njerëzit derisa të dëshmojnë se nuk ka të adhuruar tjetër me drejt përveç Allahut. Fjala e profetit sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatila an-nas", jam urdhëruar që t'i luftoj njerëzit, tregon për obligueshmërinë individuale të diturisë së shahadetit. Nga se fjala njerëzit është fjalë e përgjithshme, që hyn në të çdo person që ka hyrë në moshën e pubertetit dhe që është me mendje të shëndosh. Gjithashtu, më parë kemi sqaruar se prej pasojave të obligimit është se personi që nuk e kryen obligimin meriton të dëshkohet. E kurse profeti sallallahu alaihi wasallam thot në këtë hadith: "Umirtu an uqatila an-nas", jam urdhëruar që t'i luftoj njerëzit. Njeriu nuk luftohet vetëm për praktikën e obligimit apo kryen e gjës së ndaluar. Gjë kjo që tregon për obligueshmërinë individuale për mësimin e shahadetit. Kjo ishte sa i përket obligimit individual. Argumenti për faktin se ka prej diturisë që është farz kifaj, përveç hadithit që u citova më parë, është gjithashtu ajeti ku Allahu i lartësuar thot: "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa." Nuk është mirë që besimtarët të shkojnë të gjithë në luftë, një herësh. "Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi ad-din wa liyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun." Por, thot Allahu, për çdo bashkësie, një grup të mbetet mbrapa, që të marrë mësim në fe, e kështu të këshilloj popullin e vet, mbasi të kthehen nga lufta, në mënyrë që ata të ruhen nga gjunahet. Okej, në rastin ton konkret në këtë libër, në cilin autori thot Allahu më shëroft, di Allahu të më shëroft se ne e kemi obligim të mësojmë 4 çështje. Çfarë ketë për qëllim? A ketë për qëllim obligimi individual apo obligimi kolektiv? Ka fjala e Sheikh Saleh El-Fauzanit Allahu ruajt na u bë qartë se ketë për qëllim obligimi individual. Pra ketë për qëllim se çdo person e ka obligim, qoftë mashkull apo femër, i lirë apo skllav. Thot dietari i nderuar Sheikh Sulejman Ruhaili Allahu ruajt në komentimin e fjalës autorit: "I'lam rahimakallah annahu yajibu alayna", di Allahu të mëshiroft se ne kemi obligim. Thot Sheikhu Allahu ruajt: "Qala al-musannif i'lam rahimakallah", autori tha, di Allahu të mëshiroft, annahu yajibu alayna, se ne e kemi obligim. Wa hadha ad-damir alayna yashmalu jami' al-mukallafin min adh-dhukur wal-inath wal-ahrar wal-'abid. Ky për emër, thot Sheikhu, cili është ky për emër? Për emrin ne. Dija Allah më shoft se ne e kemi obligim. Për emrin ne përfshin të gjithë personat e ngarkuar me përgjegjësi fetare. Meshkuj dhe femrat, të lirët dhe skllëvrit, thot Sheikhu. Fa kullu mukallafin yajibu alayhi ta'allumu hadhihi al-masail. Prandaj, çdo person i ngarkuar me përgjegjësi fetare e ka detyrë të mësojë këto 4 çështje. Mësimi i tyre është pjesë e dijes së detyrueshme dhe të domosdoshme, pa të cilën nuk mund të bëhet dhe askush nuk arsyetohet në lënien e saj. Wa huwa dakhilun fi qawli nabi sallallahu alaihi wasallam, thot Sheikhu, kjo hyn në kuptimin e fjalës së profetit sallallahu alaihi wasallam: "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Kërkimi i dijes është farz për çdo musliman, sikur se ju thash, këtë hadith e transmeton Ibn Majah dhe ka saktuar Sheikh Albani. Thot më pas Sheikhu: "Wa kullu muslimin yadkhulu fihi ar-rijal wan-nisa wa yadkhulu fihi al-ahrar wa yadkhulu fihi al-'abid." Në shprehjen e profetit sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, kërkimi i dijes është farz për çdo musliman. Në shprehjen e profetit sallallahu alaihi wasallam, çdo musliman përfshihen burrat dhe gratë, të lirët dhe skllëvrit, thot Sheikhu.
ومعروف أن طلب العلم منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. Dihet thot shehu, dihet se kërkimi dijes ndahet në dy lloje. Një pjesë është farz individual, është farz ain, dhe një pjesë është farz kifaj, është farz kolektiv. Yaqul ulama'una fi al-ilm, dietarët tan thonë në lidhje me dijen, fardhu al-ain huwa ta'allumu ma yaqumu bihi ad-din. Obligimi individual thonë to dietar, obligimi individual është të mësosh atë pa të cilën feja nuk mund të qëndrojë. Wal wajibu al-kifai huwa ta'allumu ma yakmulu bihi ad-din. Ndërsa thënë, obligimi kolektiv është të mësosh atë me të cilën feja plotësohet dhe përsoset. Pra, feja personit, jo feja në vetvete, nga se feja është e përsosur në vetvete. Feja e personit, fetaria e personit. Obligimi kolektiv është të mësosh atë me të cilën feja e personit plotësohet dhe përsoset. Yajibu alayka ya muslim thotë që wujuban ayniyan an tata'allam ma yasihu bihi dinuk. Ti o musliman e ke obligim individual të mësosh atë pa të cilin nuk është e sakt feja jote. Ndërsa është obligim kolektiv për muslimanët të mësojnë atë dije që e plotësojnë fen. Është obligim kolektiv për muslimanët të mësojnë atë dije që e plotësojnë fen. Sigur se ju thash edhe më para, bil mithal të të dhihë l-mekal, nëpërmjet shembullit, bëhet e qartë shprehja. Thot që e u këtu, wali adhrib methalen, hatta yatadih. Për të bërë më të qartë, thot që e u, po ju jap një shembull. Në namaz, mësimi gjëra, thot që e u, pa të cilat namazi nuk është i sakt, dhe që mungesa tyre e prish namazin, është farz individual për çdo person përgjegjës që të mësoj këto. Thot që ju, ta'allumu l-Fatiha, mësimi surës Fatiha, ta'allumu r-ruku', mësimi i rukus, ta'allumu s-sujud, fardu ain thot. Mësimi i sejdës është farz individual, është farz individual, ala kulli mukellef, për çdo person përgjegjës. Ai patjetër duhet i di, thot që ju. Ai patjetër duhet i di. Çdo person e ka për obligim që të mësoj këto. Wa amma ma takmulu bihi s-salah, wa la tabtulu bi fawatihi kesunen fi salah fa ta'allumu fard kifaya thot që ju. Ndërsa ato gjëra që e plotësojnë namazin, por mungesa tyre nuk e prish namazin, si sunetet e namazit, mësimi i tyre është farz kifaj. Mësimi i tyre është farz kifaj. Idhan thot që ju, ma dhabit alladhi yubayyin lana al-ilm alladhi yajibu alayna an nata'allamahu, atëherë cili është kriteri që na tregon se cilën dije e kemi obligim ta mësojmë? Kriteri këtu është se ne duhet të mësojmë atë që e bën fen të vlefshme, pra të saktë, dhe me të cilën feja qëndron. Ndërsa ajo që e plotëson fen, fetarinë e personit, mësimi i saj është farz kolektiv dhe përbën një virtyt për atë që e fiton, që e mëson pra. Qale rahimahullah, i'lam rahimakallah annahu yajibu alayna. Ai Allah më shëroft, pra autori Allah më shëroft, thot, di Allah të më shëroft se ne kemi obligim. Thot që ju, el wajibu kema yaqulu al-ulama, obligimi sipas dietarëve, sikur se thonë dietarët, huwa ma yuthabu fa'iluhu wa yastahiqu tarikuhu al-iqab. Është ajo vepër për të cilën kryerësi shpërblehet, ai që e bën shpërblehet, ndërsa lënësi, ai që e braktis, nuk e vepron atë, meriton të ndëshkohet, thot që ju. Çfarë është obligimi? Të e shpjeguam edhe më parë, është përkufizimi i wajibit, obligimit nëpërmjet rezultatit, pasojës dhe gjykimit. Ajo është vepër për të cilën kryerësi shpërblehet, ndërsa lënësi i saj meriton të ndëshkohet. Fa sala wajiba thot që ju. Namazi është obligim. Namazi farz, si namazi drekës, është fard, është obligim. Nëse njeriu e fal atë, shpërblehet, e nëse e lë, meriton të ndëshkohet nga Allahu i lartësuar. Baron këtu fjala e Sheikh Sulejman Ruhailit, Allahu ruaj. Thot autori Allah më shëroft, i'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail. Di Allah të më shëroft se ne kemi obligim të mësojmë 4 çështje. Nga fjala e autorit Allah më shëroft se ne e kemi obligim të mësojmë. Nga fjala të mësojmë
ta'allum, në fjala të mësojmë, na bën të qartë dy gjëra. Na bën të qartë dy gjëra. E para është se origjina tek njeriu është ignoranca. E para është se origjina tek njeriu është ignoranca. E dyta është mënyra e arritjes së diturisë. E dyta është mënyra e arritjes së diturisë. Për secilin nga këto do të flasim më tutje inshallah. Sa i përket parës, se origjina tek njeriu është ignoranca, për këtë Allahu i lartësuar ka thënë: "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a." Allahu ju ka nxjerrë nga barqet e nënave tuaja, ndërkohë që ju nuk dinit asgjë. "Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun." Dhe ju ka bërë dëgjimin, shikimet dhe zemrat në mënyrë që ju të falenderonin. Më parë, vëllezër, kemi sqaruar se ignoranca është mos konceptimi diçkaje në mënyrë absolute. Prandaj, nuk mund të largojmë ignorancën nga vetja përveç se duke mësuar. Duke u nisur nga këtu, kuptohet se origjina tek njeriu është ignoranca. Mirë po, me çfarë arrihet dituria? Me çfarë arrihet dituria? Me çfarë arrihet mësimi? Në ajetin që u citova më parë, janë treguar burimet e përfitimit të diturisë. Janë treguar burimet e përfitimit të diturisë. Thot Allah subhanahu wa taala: "Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun." Dhe ju ka bërë dëgjimin, shikimet dhe zemrat në mënyrë që ju të falenderoni. Thot Sheikh Abdulrahman bin Nasir Saadi, Allah më shëroft, në komentimin e këtij ajeti në tefsirin e tij, në faqen 510, thot: "Wa khassa hadhihi al-a'dha' ath-thalatha li sharafiha wa fadliha wa li annaha miftahun li kulli 'ilm." Thot që Allahu i ka specifikuar këto tri gjymtyr, pra organe, për shkak të pozitës dhe vlerës së tyre, dhe për shkak se ato janë çelësi i çdo diturie. Pse? Dhe për shkak të se ato janë çelësi i çdo diturie. Fala yasilu lil 'abdi 'ilmun illa min ahad hadhihi al-abwab ath-thalatha. Nuk ka dituri thot shehu, që i ka mbërritur robit verse nëpërmjet njërës prej këtyre tri dyerve. Nuk ka dituri që i ka mbërritur robit verse nëpërmjet njërës prej këtyre tri dyerve. Wa illa fasairu al-a'dha wal quwa adh-dhahira wal batina huwa alladhi a'thahum iyyaha. Përndryshe thot shehu, Allah është ai i cili ju ka dhënë gjymtyret dhe fuqitë e dukshme dhe të padukshme dhe të brendshme. Ai bën ato të zhvillohen tek ata gradualisht thot shehu, pak nga pak, derisa secili të arrijë gjendjen që i përshtatet. Wa dhalika li ajli an yashkuru Allah. Pse ka bërë këtë? Thot shehu, dhe kjo është që ata ta falenderojnë Allahun. Si kjo? Bi isti'mali ma a'tahum min hadhihi al-jawarih fi ta'ati Allah. Duke përdorur këto gjymtyr që u ka dhënë bindje ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Faman ista'malaha fi ghayri dhalik kanat hujjatan 'alayhi. Kushdo që i përdor ato për diçka tjetër veç kësaj, ato do të jenë argument kundër tij ditën e gjykimit pra. Dhe ai e ka kthyer mirësinë, pra dhuntinë e Allahut, me sjelljen më të shëmtuar thot shehu. Baron këtu fjala e Sheikh Abdulrahman bin Nasir Saadi, Allah më shëroft. Pra vëllezër të nderuar, pse Allahu i lartësuar i ka specifikuar këto tri gjymtyr apo organe pikërisht në këtë ajet? Konteksti i këtij ajeti flet për atë se njeriu ka dalur nga barku i nënës, ndërkohë që nuk dinte asgjë. Prandaj, na bëhet e qartë se specifikimi i dëgjimit, shikimit dhe zemrës në këtë ajet, në këtë kontekst, megjithëse mirësitë e Allahut nuk kufizohen në këto të trija, mirë po specifikimi i këtyre trive është për shkak se dituria që i ka mbërritur robit nuk i ka mbërritur ndryshe veçse nëpërmjet këtyre tri dyerve: dëgjimit, shikimit dhe zemrës. Sa i përket dëgjimit dhe shikimit, kjo është e qartë, nga se dëgjimi dhe shikimi o vëllezër janë 2 nga 5 shisat e njeriut. Cilet janë 5 shisat? Ato janë dëgjimi, shikimi, nuhatja, prekja dhe shija. Dituria merret nëpërmjet këtyre 5 shisave. Mirë po, duke qenë se kryesisht më shumë dituria merret nga këto 2 prej këtyre 5 shisave, prej dëgjimit dhe shikimit, prandaj janë specifikuar vetëm këto 2 shisa në këtë ajet.
Ne tani o vëllezër, në këtë moment jemi duke dëgjuar mësimin dhe jemi duke përfituar dituri, por gjithashtu jemi duke lexuar librin e Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allahu më shëroft. Jemi duke shikuar dhe duke përfituar dituri peshqisës së shikimit. Sa i përket specifikimit të zemrës në këtë ajet, وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ, dhe ju ka bërë juve dëgjim, shikimet dhe zemrat. Sa i përket specifikimit të zemrës në këtë ajet, kjo nga se zemra është vendi i logjikës. Kjo nga se zemra është vendi i logjikës, sikur se ka thënë Allahu i lartë madhëruar, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha aw adhanu yasma'una biha. Vallë Allahu subhanahu wa taala, a nuk kanë udhëtuar ata nëpër tokë, që zemrat e tyre të logjikojnë dhe veshët të dëgjojnë. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fi sudur. Në të vërtetë thot Allahu, aty nuk ju janë verbuar syt në këto gjëra, por u janë verbuar zemrat që janë në kraharor. Pra, nga këto dy ajete që cituam, na bëhet e qartë se prej burimeve të njohjes është logjika dhe se vendi i logjikës është zemra. Okej. Mirë, po si mundet të jetë zemra vendi i logjikës, ndërkohë që mjekësia thotë se vendi i logjikës është truri? Si mundet që të jetë zemra vendi i logjikës, ndërkohë që mjekësia thotë se vendi i logjikës është truri? Disa dietarë, sikur se Sheikh Uthaymeen, Allahu më shëroft, kanë thënë një fjalë të bukur në lidhje me logjikën, zemrën dhe trurin. Thotë Sheikh Uthaymeen, Allahu më shëroft, në shpjegimin e librit Mukhtasar at-Tahrir, në faqen 68, thotë: "Fad-dimagu lil-qalbi bi-manzilati sekretar." Truri për zemrën është si sekretari për mbretin. Truri për zemrën është si sekretari për mbretin. Ai i përmbledh gjërat, i rëndit, i rregullon dhe pastaj ja paraqet mbretit për të ditur mendimin e tij. Kështu thotë Shehu, truri është mjeti i përfytyrimit dhe imagjinatës, ndërsa zemra është mjeti i vendimarrjes dhe drejtimit. Ajo urdhëron dhe thotë, nefidh aw la tunfidh, thotë Shehu. Ajo urdhëron, thotë zbatoje ose mos e zbato. Më pas thotë që wa hadha al-qawl alladhi tatma'innu ilayhi an-nafs. Ky është mendimi në të cilin qetësohet shpirti, sepse bashkon mes mjekësisë dhe teksteve fetare. Wa huwa an naqul in al-aql mahalluhu al-qalb. Ky mendim është thënia se logjika e ka vendin e saj në zemër, sikur se u tregu nga ajeti më parshëm. Wa ala hadha fa naqul, prandaj themi thotë që nahnu nuwafiqukum ayyuha al-atibba. Ne pajtohemi me ju o mjek. Fi an tasawwur yakun fi al-mukh. Se procesi i përfytyrimit ndodh në tru. Nëse truri dëmtohet edhe aftësia e përfytyrimit. Atëherë mbreti, që është zemra, mbetet i pa aftë të veprojë, sepse nuk ka sekretar që t'i sjellë dokumentat për t'i miratuar ose refuzuar, thotë Shehu. Ajo që ka dihet është se kur prishet mekanizmi i përfytyrimit, do të prishet dhe drejtimi dhe vendimarrja. Kështu, thotë Shehu, fa hadha huwa alladhi yujma'u fihi bayna ma jaa fi al-Qur'an wa sunnah wa bayna aqwal al-atibba al-yawm. Kështu mund të bashkohen ato që kanë ardhur në Kur'an dhe Sunet me fjalët e mjekëve të sotëm, thotë Shehu. Wa qad ashara ilayhi Ibn Taymiyah fi kalamihi. Këto thotë Shehu, këtë e ka përmendur edhe Ibn Taymiyah në shkrimet e tij. Mbaron këtu fjala e Sheikh Uthayminit, Allahu më shëroft. Pra vëllezër të nderuar, në këtë ajet, në ajetin ku Allahu i lartësuar thotë: "Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun", dhe ju ka bërë dëgjimin, shikimin dhe zemrat në mënyrë që ju të falenderoni, në këtë ajet është përmendur zemra për shkak se njeriu nëpërmjet saj logjikon. E kurse logjika është një nga burimet e njohurive të njeriu. Prandaj, në fillim të shpjegimit të librit, të këtij libri që po shpjegojmë tani, me titull 3 baza dhe argumentet e tyre, thamë se argumentet ndahen në 2 lloje. Al-adilla sam'iyya wal adilla al-aqliyya, argumentet dëgjuese dhe argumentet logjike. Thamë se argumentet nga Kur'ani dhe Suneti janë quajtur argumente dëgjuese për shkak se ato perceptohen nëpërmjet shqisës së dëgjimit. Pra ka prej këtyre argumente që përfitohen nga shqisa e dëgjimit, pa nëpërmjet dëgjimit të Kur'anit dhe Sunetit. Po ka që përfitohen duke lexuar nëpërmjet shqisës së shikimit,
duke shikuar atë që është në Kur'an, në mushaf, në librat e sunetit. Gjithashtu, ka për këtyre argumenteve që përfitohen duke logjikuar nëpërmjet zemrës. Sikur se ka thënë Allahu i lartë madhëruar, afalam yasiru fil ardi fatakun lahum qulubu yaqiluna biha. Vallë, a nuk kanë udhëtuar ata nëpër tokë që zemrat e tyre të logjikojnë? Au adhanu yasma'una biha. Dhe vesh që të dëgjojnë? Pra, nga fjala e autorit Allahu mëshiroft ku thot: "I'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail", di Allahu të mëshiroft se ne kemi obligim të mësojmë 4 çështje, kuptohet se origjina tek njeriu është ignoranca. Cili është mjeti me të cilin largohet ignoranca dhe arrihet mësimi i diturisë? Mjeti është dëgjimi, shikimi dhe zemra, sikurse u bë qartë nga ajeti që u citova më para. Mirë po, nuk përfitohet nga shqisa e dëgjimit dhe shikimit pa që mbreti i gjymtyrëve në rregull. Cili është mbreti i gjymtyrëve? Mbreti i gjymtyrëve është zemra. Prandaj në ajet thuhet tek surja Yunus, thot Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa minhum man yastami'una ilayk, afa anta tusmi'u summa walau kanu la ya'qilun." Ka për atyre që dëgjojnë, thot Allah subhanahu wa ta'ala. Por a mund t'i bësh ti që të dëgjojnë të shurdhërit, edhe nëse ata nuk logjikojnë, thot Allah subhanahu wa ta'ala? Pra, në këtë ajet na tregoa se ka njerëz që dëgjojnë, por prap sillen si të shurdhër. Prandaj janë quajtur në këtë ajet të shurdhër, nga se nuk përfitojnë nga kjo shqisë e dëgjimit, duke vendosur logjikën e punë. Duke qenë se ata nuk e vendosin logjikën e punë, ata nuk përfitojnë nga shqisa e dëgjimit dhe shikimit. Prandaj dhe në këtë ajet janë quajtur të shurdhër. Megjithëse në fillim të ajetit është thënë: "Wa minhum man yastami'una ilayk", ka prej tyre që të dëgjojnë. Pra, e ka pohuar se ata dëgjojnë me shqisën, por më pas ka mohuar përfitimin e kësaj nga kjo shqisë për shkak se nuk vendosin logjikën e punë. Afa anta tusmi'u summa walau kanu la ya'qilun. Por a mund t'i bësh ti që të dëgjojnë të shurdhërit edhe nëse ata nuk logjikojnë? Pra, nga fjala e autorit Allah mëshiroft se ne kemi obligim të mësojmë 4 çështje, nga fjala të mësojmë na bën të qartë 2 gjëra. E para është se origjina tek njeriu është ignoranca, dhe për këtë folëm më parë. E dyta është mënyra e arritjes së diturisë. Në fjalën e autorit Allah mëshiroft të mësojmë, fjala ta'allum në arabisht na bëhet e qartë mënyra e arritjes së diturisë. Si kjo? Më parë vëllezër, në shpjegimin e fjalës ile, ju kam sqaruar se në shkencën e morfologjisë, pra në shkencën që merret me studimin e fjalës, kur studiohen disa formë të fjalëve, kur studiohen disa struktura të fjalëve, ato në disa forma japin edhe një kuptim. Më parë ju kam dhënë edhe një shembull për këtë në gjuhën shqipe, ku nga struktura e fjalëve, si për shembull papunësi, pakënaqësi, pabesimtar, e tjerë për shembullve të ngjashëm me këto fjalë, struktura e këtyre fjalëve tregon për mungesë të diçkaje, që në rastet konkrete, te këto shembuj që ju dhash, papunësi, pakënaqësi, pabesimtar, është mungesa e punësisë, kënaqësisë dhe besimit. Po ashtu, shembull tjetër janë fjalët për shembull çlirim, çaktivizim, çmontim. Nga forma e këtyre fjalëve kuptohet e kundërta e fjalës lirim, aktivizim, montim e tjerë. Po ashtu edhe në gjuhën arabe, disa forma të fjalëve tregojnë për kuptim. Fjalët me formë të ngjashme me modelin tafa'ul, siç është tek fjala ku ka thënë autori ta'allum, tregojnë për përpjekjen në arritjen e diçkaje gradualisht, pak e nga pak. Kjo lloj strukture e fjalës tafa'ul, ta'allum, tregon për përpjekjen në arritjen e diçkaje gradualisht, pak e nga pak. Për këtë thot shehu i nderuar ish muftiu i Mekës, Sheikh Muhammad Bazmul Allah ruhet, thot: "Qawluhu an yata'allam ala sigat at-tafa'ul allati tufid ma'na at-takalluf wa husul ash-shay shay'an fa shay'an la daf'atan wahida." Thënia e tij, pra autorit Allah mëshiroft, se ne e kemi obligim të mësojmë, fjala të mësojmë, thot shehu, fjala ta'allum në arabisht vjen në formën apo modelin gjuhësor tafa'ul.
e cila, thot shehu, jep kuptimin e përpjekjes dhe arritjes së diçka gradualisht, pak e nga pak, e jo me njëherë. Wal ma'na, thot shehu, an على المسلم أن يتحرى طلب العلم بهذه الأمور شيئا فشيئا حتى يتفقه. Kuptimi është se muslimani duhet të kujdeset për kërkimin e dijes në këto çështje hap pas hapi, derisa të fitojë kuptimin fetar. Ai duhet të përpiqet në kërkimin e këtyre çështjeve. Pse? Sepse forma tafa'ul në morfologji jep kuptimin e përpjekjes, thot shehu. Sepse forma tafa'ul në morfologji, thot shehu, jep kuptimin e përpjekjes në diçka dhe kërkimit të saj gradualisht, pak e nga pak, dhe sa ajo nuk arrihet me njëherë. Mbaron këtu fjala e Sheikh Muhammed Bazmulit, Allah ruajt. Po ashtu, në një fjalë të ngjashme në shpjegimin e fjalës së autorit, ka dhënë edhe dietari i madh Sheikh Salih Al-Fuzani, Allah ruajt, ku ka thënë në shpjegimin e kësaj fjale të autorit, Allah më shëroft, thot shehu, وَلِأَنَّ الْعِلْمَ لَا يُحْصَلُ عَلَيْهِ إِلَّا بِالتَّعَلُّمِ. Nga se dija nuk arrihet ndryshe veçse përmes mësimit. وَالتَّعَلُّمُ, thot shehu, يَحْتَاجُ إِلَى عِنَايَةٍ وَجُهْدٍ وَوَقْتٍ. Mësimi kërkon përkushtim, përpjekje dhe kohë. وَيَحْتَاجُ إِلَى فَهْمٍ وَإِلَى حُضُورِ قَلْبٍ. Kërkon kuptim dhe përqendrim të zemrës e të mendjes. هذا هو التعلم, thot shehu. Ky është mësimi. Mbaron këtu fjala e Sheikh Salih Al-Fuzanit. Tani kthehemi sërish tek fjala e Sheikh Muhammed Bazmulit, Allah ruajt, ku thot në vazhdim të fjalës që u përcjellën më parë, thot: "Wa Rasulu sallallahu alaihi wasallam yaqul", i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam thot: "Innama al-ilmu bit-ta'allum", dia fitohet vetëm me mësim, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Veni re këtu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka përdorur këtë formë të fjalës ta'allum, sikur se ju shpjeguam më parë që kjo ka kuptimin e arritjes së diçka me përpjekje, pak e nga pak, gradualisht dhe jo me njëherë. Dia, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, fitohet me mësim, bita'allum, me mësim. Wa innama al-hilmu bitahallum, durimi fitohet vetëm duke ushtruar durimin. Wa man yataharra al-khayra yu'tah, wa man yatawaqqa ash-sharra yuqah. Kush kërkon të mirën, do t'i jepet. E kush ruhet nga e keqja, do të mbohet për sa, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Qawluhu sallallahu alaihi wasallam, innama al-ilmu bit-ta'allum, thot Sheikh Muhammed Bazmuli. Thënia profeti sallallahu alaihi wasallam, innama al-ilmu bit-ta'allum, dia fitohet vetëm me mësim, do të thot se arria dijes derisa ajo të bëhet një aftësi e rrënjosur që mund ta sjellë personi pa lodhje e pa vështirësi, realizohet vetëm duke u përpjekur në fillim, thot shehu. Duhet përpiqesh në fillim për ta kërkuar atë. Pra, e ngarkon veten me kërkimin e saj dhe mundohesh për të. Wala shak an takalluf fihi ana wa mashaqqa, thot shehu. Nuk ka dyshim se kjo përpjekje përmban lodhje dhe vështirësi. Bel aqul, madje them, thot shehu, kullu tariqin ila al-khair, kullu tariqin yuaddi ila al-janna fihi ana wa mashaqqa. Thot shehu, madje them, çdo rrugë drejt së mirës, çdo rrugë që të çon në xhenet, ka lodhje dhe vështirësi. Dhe përmban gjëra që nefsi i urren. Cili është argumenti? Thot shehu, bidalili ma jaa an Abi Huraira radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, argumenti për këtë është hadithi transmetuar nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam ka thënë: hujibatin naru bish-shahawat wa hujibatil janna bil makarih. Zjarri është mbuluar me epshe, ndërsa xheneti është mbuluar me vështirësi. فمعنى ذلك أن طريق العلم فيه شيء تكرهه النفس. Kjo, thot shehu, do të thosë se rruga e dijes përmban gjëra që nefsi i urren. Po vim mesazhe që u ofrua Yatsia. Yatsia don edhe 20 minuta, nuk e di pse më dërgon vllai musliman. Sikur se po ju them tani vëllezër, nga fjala e Sheikh Muhammed Bazmulit,
madje nga fjala e profetit sallallahu alaihi wasallam, hujibat an-naru bi-shahawat wa hujibat al-janna bil-makarih. Zjarri është mbuluar me epshe, ndërsa xheneti është mbuluar me vështirësi. Kjo thotë shehu, do të thotë se rruga e dijes përmban gjëra që nefsi urren. Lodhesh në kërkimin e dijes, do lodhesh. Ky kuptim është transmetuar edhe nga selefët. Allahu qoftë i kënaqur me ta. Thotë shehu, wa min dhalika ma jaa an Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Për tyre është fjala e Omerit ibn Khattabit, Allahu qoftë i kënaqur me ta, i cili ka thënë: "Tafaqahu qabla an tasudu." Merrni dije, thot Omeri radiyallahu anhu, para se të bëheni udhëheqës. Thotë që wa huwa yahtamilu amrayn. Kjo mund të ketë dy kuptime, dy interpretime. Al-amru al-awwal, e para, interpretimi i parë do thot para se të angazhoheni me çështjet e udhëheqjes dhe të mos keni më mundësi të kërkoni dije për shkak të angazhimeve. Para se të angazhoheni me çështjet e udhëheqjes. E dyta, ose është kuptimi mësoni para se të bëheni prijes, sepse më pas mund t'ju vijë turp ose mendimallsi, të uleni në mexhliset e dijes para dietarëve, dhe kështu mësimi bëhet më i vështirë dhe më i rëndë. Wa ala hadha al-ma'na qala Mujahid, mbi këtë kuptim ka thënë edhe Mujahid, la yata'allamu al-'ilm mustahi wala mustakbir. Nuk mëson dijen as i turpshmi, ai që ka turp, dhe as minimalli. Sepse thotë shehu, shkaqjet e minimalsisë dhe të turpit shtohen tek njerëzit me pozitë. Prandaj ata nuk arrin të kërkojnë dije. Ai që është minimal nuk pyet. Gjithashtu ai që ka turp të pyesi. Nuk pyet. Thotë shehu, fa qawluhu yata'allam yani an yatakallaf talab al-'ilm. Pra, fjala të mësojmë do thotë të përpiqet në kërkimin e dijes. Pra, duhet përpjekje vëllezër. Sot kishte mësim Sheh Sulejman Roheli, Allahu ruhet, 1 orë 20 minuta shkoi mësimi. Kryesisht shehu i shkojnë mbi 1 orë. Kryesisht mbi 1 orë i shkojnë. Tani ndoshta juve ju duket i çike vështirë kjo. Mirë, po kjo është mënyra e dietarëve. Shijuhët atje mbashin mësim nga akşami deri për yatsi. U afrote ezani, madje në kohën e ezanit akoma ishin në mësim. Sheikh Abadi për shembull, që jepte mësim nga akşami deri për yatsi, u thirrte ezani, e kapte mësimin ndërkohë që u thirrte ezani. Thotë Sheikh Muhammed Bazmuli, yata'allam yani an yatakallaf talab al-'ilm. Pra fjala të mësojmë do të thotë të përpiqet në kërkimin e dijes. Kush e ka mundësinë të kërkojë dije në këto çështje dhe të kërkohet neglizhent, ai është gjynaqar, thotë shehu. Ndërsa ai që nuk ka mundësi për shkak të mungesës së dietarëve, mungesës së mësuesve, ose mungesës së dikujt që ta bëjë të kuptojë fen në këto çështje, dhe ai e kërkon dijen por nuk i jepet mundësia, atëherë nuk ka gjynah mbi të, thotë shehu. ونص أهل العلم على بطلان العبادة بترك واجب أو ركن أو شرط. Dietarët thotë që kanë theksuar se adhurimi bëhet i pavlefshëm nëse lihet një obligim, një shtyllë ose një kusht i namazit. Ata thonë, dietarët thonë, thotë Sheikh Muhammed Bazmuni, ata thonë pra dietarët se padituria, ignoranca nuk e arsyeton njeriu nga gjykimi se adhurimi i tij është i pavlefshëm. Cili është argumenti? Thotë që u dalilu dhalik an Rasul sallallahu alaihi wasallam qala liman asa salatahu. Argumenti për këtë është se i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam i tha atij që u fal keq, irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Ktheu dhe falu sepse ti nuk je falur. Ktheu dhe falu përsëri sepse ti nuk je falur. Gjithashtu thotë që walamma ra'a Hudhayfa rajulan la yutimu ar-ruku' wa sujud qal kur Hudhayfa radiyallahu anhu, sahabiu i nderuar, pa një njeri që nuk e plotësonte rukun dhe sejdën, ai i tha: "Ma sallaita", nuk i falur. "Walau mutta ala ghayri al-fitra allati fatara Allahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam alaiha." Ti nuk je falur, ka thënë.
Dhe po të vdisi në këtë gjendje, do të vdisi jo mbi natyrshmërinë e pastër, mbi fitrën me të cilën Allahu e krijoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pra thotë çeu, falam yu'dhar bil jahl. Ai nuk u arsyetua me padituri, me ignorancë, sepse njeriu e ka detyrë të kërkojë dije. Sigur ta kishe kërkuar, do ta kishe mësuar. Sahabët ai personi ka pasur prezant. Edhe nuk u arsyetua. Kur ai tregoi neglizhencë në kërkim, bëri gjuna dhe adhurimi i tij nuk ishte i saktë. Amma men lam yuqassir fi talab thasheu. Ndërsa ai që nuk ka qenë neglizhent në kërkimin e dijes, por nuk ka pasur mundësi të mësojë më shumë se aq dhe ka qenë gabim, atëherë ai nuk ka gjuna. Dhe përgjegjësia e tij bie me atë që ka vepruar. Wal qa'ida an at-taklif inma yakunu idha balagha ila al-'abd wa balagha ilayhi al-'abd. Rregulli thotë që është se përgjegjësia fetare ekziston vetëm kur mesazhi, pra ajetet dhe hadithet, arrin te robi dhe robi arrin në moshën e përgjegjësisë. Pra, dia bëhet detyrim kur ajo arrin te ty. Dhe ti arrin moshën e obligimit fetar, thotë Sheikh Muhammed Bazmuli. Mbaron këtu fjala e shehut. Thot autori Allahu më shoft, i'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allum arba'i masail. Di Allahu të më shoft se ne kemi obligim të mësojmë 4 çështje. Fjala autorit masail, çështje, thot Sheikh Muhammed Bazmuli, Allahu ruajt, në vijim të fjalës që përsëritet më parë, thot wa qawluhu masail, fjala autorit masail, çështje, është shumë si fjalës mes'ele, çështje. Thot autori i librit I'anat at-talibin, thot sheu, al-mas'alatu lughatan as-su'al. Në aspektin gjuhësor në arabisht, mes'ele do thot su'al, pyetje. Ndërsa në terminologjinë e dietarëve është diçka e kërkuar dhe që kallëzohet, për të cilën sillet argument. Pra çështja, thot shehu, është një temë e cila kallëzohet në lidhje me të, duke u mbështetur me argument. E ngjashme me këtë është el-bab, thotë shehu, sipas dietarëve të hadithit, në veprat e tyre, në librat e tyre. Braun këtu fjala e Sheikh Muhammed Bazmulit. Pra, autori Allahu më shoft, pasi ka treguar këto 4 çështje, prandaj autori Allahu më shoft, pasi i ka treguar këto 4 çështje, që ne i kemi obligim të mësojmë, i ka shoqëruar këto 4 çështje me argumentet e veta. Pasi ka përmendur këto 4 çështje, ka përmendur edhe argumente nga sura Al-Asr, sikurse do të vi në mësimet në vijim inshallah. Mbarim me kaq inshallah, mësimin tjetër do të vijë me fjalën e autorit Allahu më shëroft. Al-ula al-ilm wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu din al-islam bil adilla. E para për këtyre 4 çështjeve është dituria, e cila është njohja e Allahut, njohja e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe njohja e fesë islame me argumente. Inshallah do të flasim në mësimin e radhës për këtë fjalë të autorit Allahu më shëroft. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.